Unë jam baba i dy fëmijëve, punoj si salvator. Më ka lidhur një kontakt, një krejnie unë jeton aty në Tiranë. Çfarë punë bënte ky? Kamarier, 38 vjeç. Historia që do të dëgjoni na është treguar nga një person i cili në panik na u drejtua për ndihmë dhe më pas humbi çdo kontakt me ne. Në situata të tilla ne detyrohemi të ndërpresim punën, por ky nuk ishte rasti, sepse ajo që do të dëgjoni mund të ndihmojë shumë të rinj që të mos bëjnë të njëjtin gabim si ky 35 vjeçar. Si shumë bashkëmoshatar, ai mori kontakt me një person për punë në Spanjë. Gjithmonë në profesionin e tij, atë të saldatorit. Ty të tha që do punosh saldator, ku do punoje saldator? Në Valencia. Edhe para një jave mora avionin që shkova në Valencia, më kupton? Sepse më lidhi edhe më thanë që kështu kërkojnë punëtor, kam nisur disa persona të tjerë atje dhe okej, dakord, thash. Ajo që e joshi të riun, i cili nuk u mendua 2 herë që të udhëtonte drejt Spanjës, ishte edhe paga tepër e mirë që ju ofrua nga bashkëfolësi. Paguajt mirë, 4.000 euro në muaj. Saldator, ka shumë punë. Ky është një person është një Emiliano nga emër, është një shumë i shnosh, nga era parë që e pash. Ky është e ponari. Dhe të tha që hajde se do punosh me mua në Valencia, po? Po. Dhe Emiliano të priste atje. Si ishte kontakti jot i parë me Emiliano? Në telefon, me mesazhe, fizik? Në telefon, as nuk e njeh fare. Në fakt, i riu kishte disa kohë që punonte në Itali me një pak fikse, prandaj kërkon garanci financiare bashkëbiseduesit. Thash valla, shikoj se unë këtu në Itali po punoj, po i marr 1.500-1.600 euro në muaj. Po unë që vjet ty, thash, nuk e di ku fillon rroga. Unë do t'i dërgoj në lek familjes. Dhe Emiliano tregot më njëherë bashkëpunues duke i ngjallur besim 35 vjeçarit se gjërat do të shkonin mirë. Po hajde valla, tha ti dërgoj unë, edhe më preu biletën, shkova zbrita atje, i dërgoi 400 euro familjes time. Ja dërgova unë me emrin. Po do dha direkt 400 euro. Po. Mi dha direkt 400 tjera tha ja sa të filloj punën ne do t'i marrim. Gjithçka mirë e bukur, respekt, mikpritje dhe lekët në dorë. Sjeta natën e parë, natën e dytë para se të flija ku shikoj zbret nga hoteli po një shqiptar tjetër nga Shkodra. Thjesht u takun kështu se nuk prezantoheshin njëri këtë më modra. Edhe çfarë valla nga jemi nga Shkodra, kaq. Në pamje të parë një takim normal mes shqiptarësh në vend të huaj, por në realitet aty nisin sinjalet për të riun se gjërat nuk do të ishin aq të lehta sa dukeshin. Ai sa kishte ardhur, kishte një. Unë jam duke ikur sa. Iku ai edhe pastaj ky Emiliano më thotë shikon se ikin ka kalamajt thotë se Aty për 35 vjeçarin nisin disa dyshime. Fundja përse duhet të trembet një person për një punë saldatori në Spanjë, për më tepër që Emiliano nuk e çon më një herë në vendin e ri të punës. Lapi ditë në hotel, pastaj tha se do ikim do dalim mirë nga puna. Te thash fikur. Hajde as do ta shpjegoj. Duke ikur në makinë, ikum në male, sot valla shikoj se mund kanë ikur gjithë çuna dhe mirë po ne këtë i bëjmë edhe këtë punë kështu. Do mbyllim vashash. Këtu për 35 vjeçarin dyshimi kthehet në frikë, për më tepër që Emiliano nuk duke shumë i qëndrueshëm. Po shikoj edhe çik çuditshëm faktikisht, edhe ai konsumon edhe shumë kokainë, shumë jashtëmoshe. Pastaj po më shpjegon dhe shikoj, ti si është puna vetë. Hajde vëm bëni punë tjetër në Brazil, tha ik me 100 euro në shtëpi tha çka kalamajve. Po më tha du trema. Më çon pastaj një 2 orë me makinë dhe larg nga mali, në një mal që as vetë nuk e di se ku isha, bilet në fiku dhe telefonin. Një praktikë e njohur e trafikantëve për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Së pari nga frika e gjurmimit nga policia dhe së dyti për shkak të mosbesimit të punëtorit sapo ardhur. Edhe më tregon ato bimët e ashashit që i kishte mbjellë kështu të gatshme në një sferë. Sa kishte gjithsej? Ai më tha mori ishin rreth një 4.000. Pasi e mendon mirë situatën dhe duke parë se gjërat ishin tërësisht ndryshe nga sa ishin folur për paranisjes për në Spanjë, i riu vendos të kundërshtoj. Edhe i them shikoj valla, unë nuk jam për të punë, se unë jam me familje. Unë erdha thash, nuk ka thënë filani nga Shqipëria që do shkoj do vi do punoj saldator edhe punë tjera thash, po me këto thash unë nuk bëj, unë do të burg të kalamajn babu. Emiliano nuk reagon as pak keq nga ky kundërshtimi 35 vjeçarit. Madje tregohet i arsyeshëm, por edhe i riu nga ana e tij bën sikur nuk ka asgjë të keqe në atë që ka parë. Mirë, po atë që hoteli, po munduesh më mbushë mendje, më kupton? Mirë, po atë që hoteli që thonë atje dhe nëse mbjes të shkojnë. Kur je qeton që thash ore, po unë ku do rri sonte, do më po e merra me të mirë, po bëja sikur do rria, sa të çonte diku me një xhatë të paktën, kishte sfat. Një arsyetim logjik përballë një personi i cili sipas 35 vjeçarit kishte aftësi për të bërë keq. Ky zotit zbritë nga mali pastaj. Sa më çonte hoteli që largohet aty më çantën me zonja dhe iki. 2 ditë më si shkova atje. Ditën e tretë ika. Pra ti u arratisa. Po tamam u arratisa. Pas kësaj arratisje nga personi tek i cili priste t'i ofronte një punë të lishme, 35 vjeçari udhëtoi rreth 350 kilometra drejt Barcelonës,
me sa duket për të qenë sa më larg problemeve që mund t'i sillte ikja nga aty. Kam marrë të një mik të në Barcelona, po më mban këtu, po pres që punoj ja 2 ditë bëj lekë biletë dhe të kem të familja. Do të ishte gjithçka si një ëndër e keqe e mbyllur aty nëse Emiliano nuk do të insistonte për ta kthyer. Kuptohet në formën e tij. Unë jam shumë i shqetësuar për mesazhe, po më vijnë mesazhe kërcënuese. Më merrte në telefon, po unë nuk jam ngria, sepse jam ngrita njëri thash valla, unë ika. O ty kush ka futur që të vish këtu, po më kërcënonte. Ora do ikë valla, se nuk e bëra të punë. Jo ty të kanë futur te mua. Duket që Emiliano dyshonte se 35 vjeçari bënte pjesë në grupet rivale të shqiptarëve që kultivojnë kanabis në Spanjë. Më sa kuptova unë ka probleme me një grup tjetër edhe. Unë nuk para jam marrë me këto me motra. Më nisën në fiksionimi që do punoja punë saldatore ose ndërtim çakisë në Valencia, se tha është bërë për mbytyje vjetë dhe duam punëtor. Hajde thash, më sa po kuptoj unë ai që ka një person shumë i rrezikshëm edhe bile su informova e çik më thanë o bobo ç'dohet atje. Ora nuk dia gjë atje më thash. U takova rastisht me një që ka të afërm atë. I thash valla, më gjet belaj, i thash shumë shne ti atje valla, ti e punëtor kështu. O i më na thash kompleksa. Përmes telefonit Emiliano i ka ngritur tonet duke kërcënuar me jetë 35 vjeçarin i cili i terrorizuar vazhdon të qëndrojë i fshehur diku në Barcelonë, me shpresën se kjo nga të rrezë të mbyllet sa më shpejt. Po çfarë ti them, i merr një telefon i thashë valla, se po më kërcënon me jetë. Po më thotë që do të vras, do të bëj grop, do të mbas gjurmët. Tash ky është mesazh shumë i rëndë me motor. Pas kësaj bisede, ne kërkuam të komunikoj me 35 vjeçarin, por pa ja arritur, sepse me sa duket, i trembur ai nuk ka dëshirë të komunikojë më me asnjëri. Ajo që na mbetet është vetëm t'i urojmë fatë dhe i bëjmë thirrje të gjithë të rinjve të informohen mirë përpara se të nisen për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian. Në të kundërt rrezikojnë të bien në duart e personave si ky Emiliano.